oficerët e SS, domethënë ata që shërbenin, oficerët gjermanë që shërbenin nëpër kampet e përqendrimit, u thanë këtyre të disa të burgosurve të hapnin një grop të madhe, me hapën. I futën hebrejt aty. Edhe i thanë këtyre mbulojeni me dhe, këta nuk pranuan. Këta të burgosurit e tjerë nuk ishin hebrejt, domethënë ishin burgosur në këto kampet përqendrimi, ishin burgosur politik, besoj. Edhe të burgosur fetar, se janë burgosur edhe fetarisht disa, sidomos anëtarët e një organizate fetare kanë vuajtur shumë atje. Çfarë ndodhi? Këta nuk pranuan ta bënin atë punë. Atëherë oficeri tha këtë në rregull, i nxori hebrejt, i futi të burgosurit e tjerë politikë dhe fetar dhe u tha hebrejve, mbulojeni. As pa pikën më të vogël të ngurrimit filluan të hedhnin lopata me timbulonin. Pasandaj oficeri ndaloi edhe tha dilni, tha. E kuptoni, tha, kush janë hebrejt.